Historia e kombëtarës shqiptare është ndërtuar mbi disa figura të mëdha të pankinës kuqezi, por 3 emra dallojnë qartë mbi të gjithë të tjerët: Loro Boriqi, Gianni De Biasi dhe Silvinho. Njëri përfaqëson themelin historik të kombëtares shqiptare, ndërsa 2 të tjerët simbolizojnë epokën më të suksesshme moderne të saj. Legjenda shkodrane e Loro Boriqi dhe e Partizanit mban rekordin absolut për kohën më të gjatë në krye të Shqipërisë, me plot 4747 ditë në pankinën kuqezi. Ai e drejtoi kombëtaren në 4 periudha të ndryshme, duke u rikthyer vazhdimisht si figura më e besuar e futbollit shqiptar. Mandati i parë i tij nisi më 15 shtator 1957 dhe zgjati deri më 29 qershor 1963, një periudhë ku Shqipëria nisi të fitonte identitet në futbollin evropian. Rikthimi i dytë nga 24 nëntori 1965 deri më 21 qershor 1972 ishte edhe periudha më e gjatë e tij në krye të ekipit kombëtar. Më pas ai pati dhe 2 eksperienca të shkurtra në vitin 1976 dhe në vitin 1981, çka e çoi në 4 mandate të ndryshme në krye të kuqezimve. Në total Boriqi drejtoi 24 ndeshje, por rëndësia e tij shkon shumë përtej statistikave. Ai konsiderohet si arkitekti i brezave të parë të kombëtares shqiptare dhe një nga figurat më të mëdha të historisë së futbollit në vend. Në një kohë ku Shqipëria kishte shumë pak eksperiencë ndërkombëtare, Boriqi arriti të ndërtonte një skuadër konkurruese dhe të rriste reputacionin e futbollit shqiptar në arenën europiane. Për shumë historianë të sportit ai mbetet simboli i identitetit kuqezi dhe trajneri që krijoi kulturën e parë të kombëtares. Në anën tjetër, Gianni De Biasi është trajneri me më shumë ndeshje në historinë e Shqipërisë, me 52 takime të drejtuara. Italiani qëndroi 1853 ditë në krye të skuadrës dhe drejtoi kombëtaren në 2 periudha të ndryshme. Mandati i parë nisi më 29 shkurt 2012 e përfundoi më 29 mars 2015, ndërsa periudha e dytë nga 13 qershori 2015 deri më 11 qershor 2017. Pikërisht gjatë kësaj kohe Shqipëria përjetoi transformimin më të madh në historinë e saj futbollistike. Në drejtimin e De Biasit, kuqezinë siguruan kualifikimin historik në Euro 2016, turneu i parë madhor ku mori pjesë ndonjëherë kombëtaria shqiptare. Ai ndërtoi një skuadër me disiplinë taktike, organizim mbrojtës dhe mentalitet fitues, duke arritur rezultate historike ndaj skuadrave të rëndësishme europiane. Fitoret e Portugalisë, Armenisë dhe paraqitje dinjitoze në Francë 2016 e kthyen De Biasin në një nga figurat më të dashura për tifozët shqiptar. Në drejtimin e tij Shqipëria fitoi respekt në Europë dhe ndryshoi statusin e saj në futbollin ndërkombëtar. Reali dhe Brigel. Pas dyshjes historike, Boriqi De Biasi në listën e trajnerëve më gjatë renditen dhe emra të rëndësishëm si shoqëria Reali, i cili qëndroi 1447 ditë në 2 mandate dhe drejtoi 23 ndeshje, si dhe Eduardo Reja me 1260 ditë dhe 38 ndeshje. Gjermani Hans Peter Brigel ka gjithashtu gjurmë me 1134 ditë në krye dhe 31 ndeshje të drejtuara, duke ndihmuar në arritjen e nivelit konkurrues të kombëtares në fillim të viteve 2000. Shifrat më të mira. Një tjetër emër që u ngjit me shpejtësi në këtë listë ishte Silvinho. Braziliani ka drejtuar 34 ndeshje deri në mars 2026 dhe ka kaluar 1100 ditë në krye të Shqipërisë, duke u bërë një nga trajnerët më të qëndrueshëm të dekadës së fundit. Në drejtimin e tij kombëtarja ka treguar rrykje të dukshme në lojë dhe rezultate, duke vazhduar traditën e trajnerëve që kanë lënë gjurmë në historinë kuqezi. Me të u kualifikuam drejt për drejt në Europianin e dytë si dhe shkuam në play-offin e botrorit. Shifrat japin të drejtë brazilianit që me rezultate është më i suksesshëm.